jam sot këtu në emër të Partisë Demokratike të Kosovës për t'ju njoftuar ju dhe përmes jush opinionin publik në Kosovë që Partia Demokratike e Kosovës sot do të depozitoj një kallëzim penal në prokurorinë speciale ndaj deputetit Avni Deari, i cili, siç e dini, për shkak të moshës është drejtues i seancës konstituive ose kryesues i saj dhe detyrë të cilën ai nuk po e ushtron në përputhje me rregulloren e punës së Kuvendit të Kosovës dhe me Kushtetutën e Kosovës. Siç e dini, rregullorja e Kuvendit të Kosovës kërkon që Kuvendi të mblidhet çdo 48 orë. Avni Deari, si kryesues i kësaj seance, duhet ta mbledhte pra Kuvendin çdo 48 orë që ta vazhdonte seancën konstituive. Përkundërse ne kemi dërguar disa letra, nuk ka reflektuar dhe nuk e ka thirrur vazhdimin e seancës konstitutive, prandaj ne do të paraqesim kallëzim penal për shpërdorim të detyrës zyrtare në përputhje me nenin 414 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Nuk mund të ketë asnjëherë një situatë kur një person publik ka autorizime zyrtare, të cilat nuk i përdor ose i përdor në mënyrë kundërligjore dhe të mos ketë pasoja. Ne jemi shoqëri e organizuar në shtet, nuk kemi shoqëri e organizuar në fis, prandaj zot Deari duhet ta di që nuk është i pari i fisit, por është i pari ose kryesues i një organi të shtetit dhe kërkohet që të veproj. Mendojmë që me këtë zot Deari ka konsumuar pra veprën penale të shpërdorimit të detyrës zyrtare, sepse nuk mund të mbajë të bllokuar Kuvendin e Republikës së Kosovës. Zoti Deari nuk është kryesues i seancës konstitutive për asnjë cilësi tjetër përveç një cilësie, moshës së tij. Vetëm sepse është deputeti më i vjetër. Prandaj ka rol tërësisht ceremonial. Ai nuk mundet të thirrët në marrëveshje politike, në mungesën e marrëveshjes politike dhe të mos e thirrë seancën. Marrëveshja politike ose mungesa e saj nuk mund të jenë kurrë arsye për të shkelur Kushtetutën dhe për të shkelur rregulloren e punës së Kuvendit. Kushtetuta kërkon që konstituimi u kry për 30 ditë, rregulloria e Kuvendit kërkon që seancat përkatësisht ndërprerjet mos jenë më të gjata se 48 orë dhe kjo praktikë është konfirmuar edhe gjatë krejt vitit kaluar ku ne kemi bërë mbi 50 seanca dhe zot Deari 30 seanca. Tash nuk i thirr, mendojmë që është në shpërdorim total i detyrës zyrtare që ai ka si kryesues i seancës konstitutive dhe kjo nuk mund të mbetet pa u ndëshkuar. Nëse ne krijojmë një precedent ku zyrtarët publik që kanë funksione publike, qoftë politike, çfarë do qoftë ato, mund t'i ushtrojnë ato ose të mos i ushtrojnë ato, sipas bindjes së tyre, jo sipas rregullave ligjore. Kjo nuk kupton që ne nuk kemi një shoqëri që qeverisemi nga ligji, pra nuk ka sundim të ligjit, prandaj kërkojmë nga prokuroria speciale që ta trajtojë këtë kallëzim penal ndaj zotit Deari dhe ta vë para përgjegjësisë penale për këtë shpërdorim të detyrës i cili po i kushton rënd popullit Kosovës me mos konstituimin e organit kryesor, edhe pse kanë kaluar muaj nga mbajtja e zgjedhjeve të fundit parlamentare të 7 qershorit. Për pyetjen e parë, në gjykatë kushtetuese qohen për interpretim nenet përkatësisht normat e Kushtetutës. Në gjykatë kushtetuese nuk qohen asnjëherë për interpretim aktgjykimet. Ne kemi një aktgjykim të gjykatës kushtetuese. Ai aktgjykim thotë që Kuvendi përveç që duhet ta thrasë seancën për 30 ditë, duhet ta përfundoj atë. Prandaj nëse do të shkonim në gjykatë, do ta dërgonim në interpretim për interpretim. Interpretim për interpretim nuk mund të ketë. Ka interpretim për normën, jo interpretim për interpretimin. Prandaj zoti Kurti bën ftesa të tilla për me vazhdu absurdin në cilin është ai. Kemi aktgjykimi i gjykatës kushtetuese numër 124 thyje për 2025 në paragrafin 140 thotë, po e parafrazoj, e kam citu këtu disa herë, e kanë lexuar gjithë, thotë, brenda 30 ditëve seanca jo vetëm duhet të filloj, po duhet të përfundoj konstituimi i saj me gjitha elementet, përfshi zgjedhja e kryetarit dhe nënkryetarëve. Ma qartë dhe ma shqip, se kaq nuk ka qysh, dhe nëse na shkojmë gjykat, kjo do të ishte një zvarritje më të tjeshme e një procesi që dihet bilanci edhe dihet vendimi i gjykatës se tashmë ka vendim. Dhe ftesa që bën Kurti është vetëm për të blek kohë dhe për të vazhdu për ta bllokuar Kosovën, për të thonë që ja po e pres një vendim. Po pse duhet presim ne që nëse ne sot do të çojmë rastin gjykatë dhe gjykata konstaton shkelje, se sigurisht që i konstaton, se dijen ato, pse duhet presim që ai aktgjykim respektohet ndërkaq ky ekzistues se respektohet.
Pse se respekton këtë akt gjykim? Nëse po kërkon gjykatë, e ki gjykatën, e ki akt gjykimin. Pse duhet prodhojmë edhe një akt gjykim të ri? Prandaj kjo logjik, se shikoni, vitin e kaluar kemi marrë mbi 50 seanca, edhe nor kanë propozuar pa pas shumicë. Ne kemi thonë smundesh veç me propozu pa shumicë. Edhe thjesht kena drejt me propozu, na kanë thirrë 50 herë në këtë vend, në këtë sallë. Këtë vit i kanë votat, por nuk propozojnë. Për dallim për vitin e kaluar, propozojnë s'kishin vota. Këtë vit propozojnë, nuk propozojnë, po i kanë votat. Që do të thotë logjika është e njëjtë, me blloku Kosovën, me marrë Kosovën peng, me nënshtru çdo institucion, me përmbys rendin kushtetues, në mënyrë që me konsolidu pushtetin autoritar në dorë të një njeriu. Shikon, na me ndjek Albin Kurtin se kemi ndërmend. Nuk është ideja me ndjek atë kudo që ai shkon. Ky është një aksion politik. Ne shprehim një bindje politike. Ne e dim ku është Albin Kurti. Ne e dim. Është në Kosovë, është një institucion, edhe dim ku është. Herë në qeveri, herë këtu, herë qëtu. Ne e dim ku është. Nuk është esenca me pas një takim fizik me Albin Kurtin, se ka marrë malli kërkon për Albin Kurtin. Esenca është që na kemi po bëjmë një aksion politik, një veprim politik për t'i treguar njerëzve që në këtë vend po tentohet të suprimohet rendi kushtetues dhe ky rend të zaventohet nga një rend që imponon partia në pushtet vendosin këtë rend. Faleminderit. Ne jemi deklaruar që jemi parti në opozit, prandaj nuk jemi pjesë e dialogut për me zgjedhjen e president. Ne jemi parti opozitare, ky qëndrim i PDK-s nuk ndryshon, pavarësisht çka zhvillojnë parti tjera si proces. Ne kemi caktuar pozicionin tonë, jemi në opozit, sepse kemi besu, masi kemi marrë pjesë në takim me Kurtin, që Kurti nuk e ka ndërmend me zgjidh krizën në Kosovë, prandaj nuk marrim pjesë në këtë teatr politik. Nuk mendoj që ka hapësirë. Nëse një parti që deklaron veten opozit, voton një kandidat të pushtetit për president, atë ditë ajo parti smetet opozit. Ne nuk kemi të interesuar me opozit formale. Opozita përfaqëson në çdo shoqëri pushtetin moral të shoqërisë. Alternativën morale ndaj pushtetit. Ne nuk votojmë, sepse nuk është në rolin, nuk është në dignitetin, nuk është në përshkrimin e detyrave të një opozite që t'i vazhdojë jetën e t'i zgjedhë njerëz të pushtetit në krye të shtetit. Unë do t'isha rezervu me komentu sjelljen e partive tjera, unë mund t'a them një diçka, unë nuk i besoj Albin Kurtit në përpjekjet që bën. Unë nuk i besoj. Partia Demokratike e Kosovës nuk beson në vullnetin e mirë të zotit Kurti për të arritur një marrëveshje politike. Kjo është ajo çka mund të them. Esenca është që na kemi po bëjmë një aksion politik, një veprim politik për t'i treguar njerëzve që në këtë vend shikon na me ndjek Albin Kurtin se kemi ndërmend. Është ideja me që disa vetë në radhë, po e kërkoni Kurtin para qeverisë. Nuk propozojnë, po i kanë votat. Që do të thotë logjika është e njëjtë, me blloku Kosovën. Me marrë Kosovën. Bëjmë rastin gjykatë, dhe gjykata konstaton shkelje, se sigurisht që konstaton, se dijen. E një procesi që dihet bilanci edhe dihet vendimi i gjykatës se tashmë.